World Cup në RTK Radio. Nderuar dëgjues, ju dashamirë të sportit. Po e fillojmë edhe një herë një emision të radhës, emision special që në tërësi ja kushtojmë kampionatit botror të futbollit, që tashmë është dita e 9 e botrorit që bëhet në SBA në Kanada dhe në Meksik. Meksika është skuadra e parë që ka arritur kualifikimin në fazën e eliminimit direkt, pas fitores që ka arritur mbrëm, por sigurisht që do të flasim më shumë për detaje lidhur me këtë ndeshje, por natyrisht edhe ndeshjet e tjera. Por duhet të theksuar që tashmë ka filluar dhe raundi i dytë i fazës së parë të garave të kampionatit botror të futbollit. Ju që nuk e dini, do thotë janë 3 gjiro, sepse në fazën e grupeve zhvillon nga 3 gjiro, e më pas 32 ekipet më të mira nga çdo grup shkojnë në tutje 2 ekipet më të mira dhe 8 skuadrat që do të renditen në pozitën e tretë do të përbëjnë atë, nëse mund të themi ashtu, atë paketën prej ekipeve prej 32 që për herë të parë në histori të kampionateve botërore ndodh e njëjta gjë. Do të flasim tashmë me të ftuarit në studio. Nuk dyshoj kur që do të jetë njëri prej emisioneve më të nxehta, sepse e kemi plusin edhe minusin, e kemi Argjentinën në krahun tim të majt dhe Francën në krahun tim të djathtë, edhe me Shqipen, me ish volejbolliste, njëra prej volejbollisteve më të mira sidomos në ato edicionet e pas luftës, e kemi këtu në studio. Shqipe, mirë se erdhe në studion e Radio Kosovës. Faleminderit shumë. Mirë se ju gjeta, faleminderit edhe për prezantimin, shumë sukses. Në krahun tim të majt, kolegu, gazetari shumë vjeçar i sportit, Lulzim Shala. Luli, mirë se erdhe në shtëpinë tënde. Faleminderit për ftesën. Kom pas një problem të nderuar dëgjues dhe ju shikues të respektuar që po na ndiqni drejt për drejt në faqen tonë zyrtare në Facebook, sepse para se të hynim në këtë studio, filloi ai debati i ashpër. Argentina apo Franca? Argentina është kampione e botës në fuqi, Franca është nën kampione, poshtë. Kolomani nuk e shënoi atë golin, nëse mund të themi kështu, historik për t'ia sjell Francës titullin e tretë, por ja që Argentina arriti ta festoj, ta kremtoj titullin e kampionit të botës. Unë jam me të thënë që një koqiri juaj do të jemi së bashku deri pak para orës 14. Falenderoj ekipin e gjerë që mundsojnë realizimin e këtij emisioni, organizatori Mzi Mustafa, pastaj është Shpëtim Saliu, është Blerim Byqmeti, Ilamej Sufi dhe një grumbull i madh njerëzish të cilët po e mundsojnë që ne edhe të dukemi bukur, por edhe të dëgjohemi pastër. Drejt për drejt në valët e Radio Kosovës edhe në Facebook. Ju të cilët nuk e keni bërë akoma follow Radio Kosovë në Facebook, bëjeni, sepse sot do të flasim shumë për futbollin, për kampionatin botror, por jo vetëm kaq, sepse Shqipja, përveç që është edhe profesoresh e respektuar në shkollën Stefan Gjeqovi në Kryeqytet, ka qenë një prej volejbollistëve më të mira. Lulja ka përcjell volejbollin me dekada, e natyrisht Shqipja është shumë mirë e informuar për futbollin. Shqipe, pse Franca e fiton si vjet titullin e kampionit? Pse Franca është Francë. Edhe ka lojtar shumë të mirë. Nuk muj t'ja mohoj edhe Argentinës që e ka, sepse është kampion bote, është në fuqi, po besoj kësaj here që ka me ja dal ashtu që është mas mirë. Sepse me knatësi, sot jam këtu edhe jam kundërshtare me gazetarin Lulzim, i cili është me Argentinën. Çka e veçon Francën si vjet, çka po vërejtë Franca për dallim nga kampionati i kaluar? Edhe pse janë lojtë e para, edhe pse është fillimi për me dhoni konkluzion përfundimtar, po jam shumë e bindur që Franca kësaj here do t'ja dalë, sepse e pash një lojtë mirë, e pash që edhe Franca e dim që edhe nuk dorëzohet Franca, kështu që me shumë bindje tham kësaj here që do t'ja dalë. Për dallim nga Argentina, Franca ja pati më të vështirë, sepse u ballavaçua me finalistin e Kupës së Afrikës me Senegalin, kurse Argentina me Algjerin. Kështu që e dim na Algjeria çfarë kombëtare ka dhe, kështu që të shohim këto pjesës dytë, fazën e dytë, të shohim që Franca do të jetë më. Po shqipe shumë interesant ti e përkrah Francën kurse e adhuron Ronaldo. Ronaldo luan me Portugalin.
Po, E lufta I kena në dëgjoj. Ronaldo është Ronaldo. Ronaldo është idhuri I çdo tifozit të futbollit. Sidomos për femra ndoshta. Sidomos për fem. Nuk është ndoshta veç paraqitja, po me të vërtet me punë ai ka arrit këtu ku është. Edhe ka arrit një moshë dhe prap nuk po dorëzohet. Kështu që Ronaldo është Ronaldo. Edhe pse Messi është, po prap s'mundet me jazon vendin Ronaldos. Po ta kujtoj vetëm që Messi ka 8 topatartë. I ka një kampionat botnor. I ka 2 kupat Amerikës. Masandej nuk du me fol, sepse është e tepërt me fol për Messin. Bisedojmë edhe pak më herët që Messi është number 1, 10 Venezuelës, ata ne vinë këta tjerët. Ja, nuk pajtohem. Është pak e egzageruar. Nuk pajtohem. Nuk është deklarata e fundit nëse ke lexuar Ronaldo Limës, një nga lojtarët më të madh të Brazilit. Nazario de Lima. Nazario de Lima, I cili thotë Messi është lojtari më I madh I gjitha kohëve. Nëse respektoj mendimet e shumë trenerëve, shumë futbollistëve, shumë njerëzve të tjerë, edhe Mourinho si që ka qenë trener I Ronaldos, ka thënë që Messi është number 1, numër 1. Edhe nuk ka tjetër futbollist për momentin, inshallah dhe jap Zoti edhe dalin edhe shumë talenta të tjerë edhe më shumë se Messi. Siç ka qenë kohën e Pellës që kanë thënë s'del më shumë, ose Maradona nuk del, por që po dalin futbollist. Edhe falë Zotit po kemi talenta, po kemi cilësi, kjo është në mirë të futbollit tek e fundit. Edhe bukur po trenin fanele e Argentinës. Po pres yllën e 4 me qit këtu, e kam porosit fanellën, kështu që shumë shpejt. Shqipja thonë nuk e vesha Shumë që nuk do fanele. të shkoj huq, unë se vesha fanellën se nuk kesh e informuar me mirë që e vesh se me shumë qave kisha vesh. Po pra e kështë vesh, po Edhe isha dok ma bukur. nuk ma mërmendja që Franca. E kemi një skenografi simpatike, duke ju falenderuar Vlera Sport dhe pronarit e saj Faton Baqarada që sot ta kemi edhe kupën e botës, topin zyrtar, edhe këto fanele mbrapa, po si për koincidencë ka ra që kupa e botës të jetë në anën e djathtë, ku është Shqipja. Aja simbolizon kjo që Franca Unë edhe ashtu jam djathtis, po pse më shkova nonën e majtë nuk e kuptoj tash. e respektum gjinin E respektum, po nuk do dhe asgjë rastisht, sepse shkon ka kupa e botës. nuk e besoj që shkon andej. Ja, nuk e besoj. I nderuam 10 herë jam kampione në volejboll. Unë e di që edhe të Kështu kampion. që e din je shumë I informuar shumë mirë. Kështu që nuk mund të me shku dikun tjetër kupa. Shojmë, ndoshta në finale takohemi edhe E kam mësuar bisedojmë rrugën shqipe, po. për që të ku bisedojmë finale. Okej, me shumë kënaqësi. Mirë, po nëse nuk bjeni ma herët me neve, me Argentinën, atëherë është problem. Si di unë e kam një bindje shumë që Franca kësaj here. Drejtuesi e mizonit, kolegu im, shoku im Edmond Thaçi, para 4 viteve, kur e shikonte Francën, tha nuk ka kush e ndal Francën. I kam thonë, nëse dikush e ndal Francën është Argentina, dhe ndali. Prapa Argentina ka me ndal Francën. Mësë është zoti me radio Emisioni do të inqizohet, Po. sigurisht që është duke shkuar drejt për drejt, Po. por do ta kemi edhe inqizimin, pastaj do ta Do ta kemi Tek dëshminë. e fundit të janë drejtuar. dëshira dhe Shqipës dhe imja, na nuk kemi parashikues kështu që me siguri 100%, ndodha e po. 100%. Po, është Sepse vërtet. këtu kjo futboll është, tek e fundit mund me pasu shumë kombëtare tjera. Po. Anglia, ku ta dim në Spanja, Portugalia, janë kombëtare të forta, Holanda, janë kombëtare që kanë përvojë në botnor. Jo, po edhe tash në këtë botrorin që po kemi edhe kombëtare që s'kemi pas tjera herë, po kanë një farë niveli, s'po ka shumë diferencë shumë të madhe. Jo. Kështu që ndoshta nuk janë të nivelit të këtyne kombëtareve që tash jemi mësuar dhe me I pa që sa ko, ama nuk ka një ndryshim shumë të madh. Jo, nuk ka ndryshim, unë besoj që është problemi edhe e klimatizimit klubeve në të vërtet kombëtareve të Evropës. Me të vërtet një temperaturë lartë po mbretëron atje, veç mas në Meksik, edhe është problem e kombëtarët evropiane mu adaptu. Afrikanët janë adaptu, ata 50-60 gradi kanë sikur më fladit këtu si të neja, kupton? Prandaj është problem për klubet evropiane që të adaptohen, megjithse me kohë besoj që do të arrin atë aklimatizimin edhe të japin atë cilësinë që e kanë, unë besojnë to, mos harroni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo ndeshja e parë ishte shumë bindse. Nuk e din Buaki Mikprisi ka ditë me shkuar edhe në çerkfinale dhe në gjysmëfinale, prandaj nuk dihet si çfarë ndodh me këtë botnor. Ai ka një përparësi sepse është I mësuar me klimën, po është I adaptuar me këtë. Edhe pse atmosfera është shumë e lartë se sa
ndoshta për disa vise të Shteteve të Bashkuara. Po, natyrisht, ato dalojnë. 41 gradë ka qenë ndeshja para kur ka luajtur Kroacia me Anglinë, po mbrana në stadium ishte 26 gradë. Domethënë klimatizimi e ka bërë vetën. Kjo është teknologjia e madhe që duhet me mri si cili shtet. Luli, sigurisht që edhe pyetja e një do të vlen edhe për Shqipën. Është një format i ri, një format me 48 ekipe, 12 grupe, 32 skuadra për herë të parë shkojnë tutje do të thotë në fazën e eliminimit direkt. Meksika është e para që me fitoren e mbrëmshme ndaj Koreas së Jugut e ka vendin e parë dhe të sigurt në grupin A shkon tutje. Çka ndryshon këtë format sipas juve, sepse ke përcjell shumë kampionate botërore sidomos? Çka po ta merr mendja, çka e vlerëson apo çka e veçon këtë kampionat për të Shumë pyetje me vend, unë jam skeptik në këtë drejtim pak. Mendoj se kampionatet e kaluara botërore kanë qenë shumë acilësore në atë aspekt. 32 kombëtare është dallimi me 48 shumë. E kemi pa dhe ndeshjet e para Afrika e Jugut, janë do kombëtare me të vërtetë që nuk e meritojnë të jenë atje. Për shembull ta krahasojmë Afrikën e Jugut me Kosovën, besoj që Kosova është shumë më e mirë. E ka më të përshtypje. E kjo prandaj kanë qenë gjithmonë eliminatore që nga eliminatore të dalën dhe kombëtare cilësore të shkojnë në botënor. Jam pak skeptik në 48 ekipe. Është tek e fundit kampionati gjatë, lodhja e lojtarëve se 104 ndeshje. 104 ndeshje janë diçka tepër. Për mua, unë kam atë përshtypje. Tash fillojnë ndeshjet cilësore tek 1/8 finale, çerek finale fillojnë, po tash për momentin po tregohet që ndoshta FIFA ka menduar në aspektin material. Unë kam atë mendim. Sepse me të vërtet me 48 është shumë. Edhe në 3 shtete është. Është shumë edhe. Për herë parë në 3 shtete. 3 shtete janë shumë. Edhe kjo po besoj që ndeshën hapse Meksik, Afrika e Jugut nuk e kam shikuar 10 minuta. Nuk kishte cilësi. Nuk kishte fare cilësi. Edhe njeriu e riton pak ajo punë se shpret nga kampionati botëror në cilësi të lartë. Sasi po, ama cilësi nuk po. Këtë nivel gjithmonë. Natyrisht. Se di edhe Shiko si një sportiste do të thotë shumë ndeshje do të zhvillon 104 ndeshje, Evropa vjen pas një orari shumë gjeshur, do të thotë ato skuadra që kanë shkuar lart në ligën e kampionëve, kështu që si po ta merr mendjen. Unë pajtona me mendimin e Lulit sepse është Faleminderit. Për herë të parë. Veç kur bëhet pyetja Argentina nuk pajtohem aty. Sepse me të vërtet janë shumë kombëtare. Po pajtohesh që Messi është më i mirë se Ronaldo. Jo, s'pajtohem aty. Jo, asnjëherë s'pajtohem aty. Mirë, të shojmë fund tani. Nëse prap jeni kampion bote do të vi ta jap dorën. Mirë, faleminderit. Kështu që kur është e drejtë, është e drejtë. Normal. E pajtohem plotësisht që është shumë gjatë, ka shumë ekipe. Plus, nëse edhe si tifoz, me shumë qef e kemi prit kampionatin botëror. Tash po e shoh edhe shumë njerëz nuk e kanë atë qefin, atë ndjesinë. Po ka ekipe tani plus edhe orari ndryshëm, ndoshta që ajo po ndikon shumë, po kaloj në 3 natës, po kalojnë mëngjes, në 6 mëngjes. Kështu që po më duket nuk e ka atje shik qysh e ka pas kampionateve të kalume. Po besoj që prap do të dominojnë ato ekipe që sa ko janë pa, edhe e dim ekipet e Evropës, edhe pse ka gjasa me dalë ndonjë kombëtare që nuk kemi shumë, domethënë si jemi mësu me po prap mendoj që pajtohen që tash ka sasi po cilësi jo. Do thotë janë stadiumet nëse e marrin parasysh mesataren e stadiumeve me kapacitetet e del që në këtë kampionat botror kemi 65.000 ulse stadiumet mesatare, gjë që e bën ndoshta prej kampionateve më voluminoze deri më tash në histori. Po ashtu zhvillohet për herë të parë në 3 shtete, shumë ndeshje, 104 ndeshje për dallim nga 64 sa kanë qenë përpara, kështu që ndoshta kjo e bën edhe më të veçantë. Po shohim edhe në media sociale që po ankohen njerëzit për shkak edhe ndoshta edhe kosto e madhe për mi përcjell nga një vis në visin tjetër. Po mos harrojmë ta cekim se është lujtë edhe në ato shtete që temperatura është shumë e lartë, që për një sportist është shumë e rëndë. Edhe për çat arsye
që s'ka me pas atë jeshin e kampionateve të kalume që jemi mësuar. Shqipja din që dehidrimi është problemi ma të sportisti. Është shumë Se sportisti dehidrohet gjatë një ndeshje, ai 4-5 ditë i nevojiten më kthjell, do thotë, më kthen në gjendje normale. E kjo e bën vështirësi plus ndeshje, gjithë ato ndeshje me të vërtetë është tepër. FIFA këtu a dash me shikoj edhe këtë drejtim aspektin njerëzor, jo vetëm material. Prandaj ka të lashtet mëdha, ka që përmend Shqipja dhe këto ndeshjet në mëngjes dikush, unë po i përcjell, po me të vërtetë nuk i mundsi vazhdimisht me përcjell të gjitha ndeshjet. Te ke funit po e zgjedh ndoshta ndeshje cilësore, sepse ndeshje po ka bukur shumë ndeshje që nuk po kanë interesim të madh, apo kupton. Stadiumet natyrisht janë ma cilësore me kvalitet lartë, dihet Amerika, dihet Kanadaja, Meksika është çalon pak në drejtim, po megjithatë këto dy shtetet janë dihet për e përmendëm atë temperaturën 41 jashtë, në Dallas 26 brenda, do thotë kushtet optimale, mirë po nuk janë këto stadiumet ashtu. Shumica janë të hapur. Për shembull, ndeshja nashme për përmendje Argentinën është vënë në orën 7 me Austrinë, domethënë është në orën 1 atje. 1 e pas ditës, çfarë temperatura është? Sigurisht po zllim se të Kulmi. shumë. Po normal që Është kulmi. është kulmi i nxehtësisë, domethënë lojtari duhet më 360%, jo 100%. Është problem. E këto kushte dash me shikuar këto kushte, kujtohet Katari që ndryshojnë 10 orë shkojnë për shkak të temperaturave. A dash edhe këtë aspektin me përcjell pak. Mirë po FIFA si FIFA që e këshyr veç aspektin material, njerëzor, jo, ka shumë kritika, po i lexoj, shumë ka kritika në atë drejtim. Edhe normal që njerëzit ankohen këto dallimi kohor me Evropë, me Azi, me tjera ka shumë dallim edhe kjo. Në Katar nëse më kujtohet ndeshja më e vonshme ka qenë 12 apo 11 e mbrëmjes. Po. Këtë janë zhvilluar më herët, do të thotë mirë. Po, Lindja e largët do të thotë pak a shumë i konvenën, në përshtatë. i përshtatë. Kjo dash me shiku këtë aspekte, pastaj që përmende se pja markon edhe Shqipës, se Shqipja është musafire ma shumë se une, Jo. biletat e shtrejta. Abnormale shtrejta, nuk e di njerëzit në vërtet ka po marrin ato pare. Beso që unë i lexoj edhe mediumet e Argentinës, ka njëri që ka shit banesën S'kan problem me inflacionin ato me shtete. përcjell. Jo, Argentina ka shumë problem në atë aspekt. Në SBA po. Mirë po e shet banesën, e shet tokën ku ta diun edhe shkon me përcjellësh po. O shumë shtrejt, tepër shtrejt është. Apo dhimët Franca që $800 më duket ishte bileta me e lirë, nëse s'gaboj. $800. Para meno $800. Është kampion bote në fuqi Argentina, kështu që s'ka që ka të dhimët. Faleminderit që po përmend. A është panela kvalitet? Po, Original. origjinal. Që ka shumë për mro. Lule. Po. Veç, a di që po më pëlqen? Pse i ka numrin 10. Po, 10. Edhe numri 10 ka qenë jami. Kështu që aty po më pëlqen më shumë. Numri më i mirë shik është. Po, numri më i mirë, Më i po mirë, jo, shumë. personi Edhe që e futboll, bardh edhe nuk sport. është më i miri. Është, Po, në vjen smuj me keq. mohuqi, është ndër Messi, veç emri Messi na s'kem ças gjasti më shumë aty. Prap se prap. Ronaldo. Është ato mendimet. Unë kundërshtoj këtë mendim, po s'muj me të bind, çka më bë. Nëse nuk të bindin 8 topa të suksesit të atëherë Sa unë i ka Ronaldo? 5. 5. 5. E më rrim? Sa i ka paralajmëruar që do të jetë Po. edhe në Tjetrën po. kampionatin e shumë botëror që do të bëhet botror. poshtë në 3 shtete, do të bëhet në Spanjë, Portugali dhe Marok. Po Messi e ky Ronaldo sa mundet me bën. Mosha e bën vetën, edhe te Gjë, Messi, e kishim- edhe te e kishim Ronaldo. një Edhe kundërshtar Messi më të nuk fundit. është Normal, se ata e normal, kanë edhe thuja si edhe një te mosh, Messi. një mosh të njëjtë. Messi është natyral, që të unë e shpjegoj në mënyrë kështu thjesht se është natyral Messi. Ronaldo është punëtor i madh. E pse mendoni që Industri. nuk është Ronaldo natyral? Ronaldo është industri me punë ka arrit. Messi. Më fal, me puna, nuk Maradona, arrihet çdo sen. Pele, janë natyral, lindën në shto. Suni ndryshon. Kish punu Messi sa punon Ronaldo, di kush kish mujt edhe ma shumë me ndalë. Mirë po Messi është natyral. Nuk ka nevojë fort me dhon fuqi fizik vetës për me arrit diçka. Megjithatë kupa është në krahun e djathtë e shumë deri në fund të Okej, fundit. na do të presim. S'dihet do të vinë edhe Argentina dhe Franca. Cila- Cila kush tjetër në finale. Cila kombëtarët ka bind më shumë të deri tash. Sepse me mbrëm ka filluar raundi i dytë,
Do të thotë tash janë ndeshjet e dyta, Zvicra realizoi fitoren ndaj Bosnjë-Hercegovinës, Meksika realizoi fitoren ndaj Koreas së Jugut, shkoi tutje, Zvicrësi nevojitet edhe një pikë për të shkuar në fazën tjetër. Po realisht edhe Franca më ka bind, Argentina më ka bind. Ke qenë i bindun se s'ka bind Jo Argentina. më ka bind, edhe Argentina më ka bind. Se ka ekipin mirë ka. Argentina ka ekipin para 4 vjetëve praktikisht 90%. Përvojën e kanë, unë e frikona veç nga lodhja, do thotë se shumë ndeshje përmendëm vazhdimisht. Këta kanë me lut më pak të tjerë. Këta i kanë nga 3 lojtarë në çdo ekip, në çdo pozicion. Franca me të vërtet me emra është e frikshme. Unë e pranoj ato. Çdo pozitë i ka 3 futbollistë që mund të mizavensu kur të duash. Argentina nuk e ka atë mundësi. E ka ekipin pak më të vjetër, i ka komponu disa lojtarë të ri, po megjithatë ka ekipin më të vjetër. Ka bind Anglia, thash, më ka bind Franca, më ka bind Argentina, jam befasu me Brazilin, edhe kemi bisedu unë të që nuk e di Ancelotti sa do të mund ta inkomparoj mënyrën italiane të brazilian. Brazilianët janë natyral si Argentina, është problem. Është problem ja imponu të stilin Megjithatë Ancelotti ka thënë që loja nis nga mbrojtja, Në rregullo, jo nga sulmi. në rregull, po nuk po bindën brazilianët që to është problemi. Megjithatë kishte përballë një Marok që Po nëse ka qenë sensacioni i botrorit kaluar. Marok po edhe Franca kishte Senegalin. Po. Finalist. Megjithatë e kaloi shumë me mençuri, me një lojë mençur, me një lojë jo ashtu me thonë unë po shkoja për sulmoj dhe po pranoj gola, jo. Do të thotë një ekip që ka stabilitetin e vet. Edhe prandaj këto ekipe më kanë bind, nuk pe di tash Amerika, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bind lojën e parë, po te ku shkojnë nuk e di. Ata sonte do ta kenë ndeshjen. Edhe Australia e ka... Edhe Australia, po. Kanadaja, Meksika nuk ma mërmenet që shkojnë larkë si mikpric. Mirë po, mundet me pat befasi tjera, nuk e ditë ky futbollit është që ato e përmende me Shqipen që është i gjatë, i mundimshëm, edhe nevojitet jo vetëm cilësi. Shumë se aty elemente luajnë rol. Shumë faktor ka. Shumë faktor luajnë rol me shkum finale. Edhe pse unë mendoj që në këtë kampionat mujnë me dominu edhe këto kombëtarët e tjera, sepse këto kombëtarët janë përshtat në ato kushte. Me thonë, e për çfarë arsye, kështu që s'muj me thonë se Evropa e ka një tjetër kushte. E kështu që mund me ndiku edhe çajo që Do shta dhe lodhja, sepse kanë shumë ndeshje. Po është sportiste, nëse ti, për shembull, Franca, Argentina, këto klube, ekipet që kanë cilësi, ato duhet 3 herë më shumë me vrapu, për shembull se shtetet afrikane, se ata e mësuan temperaturën 50-60 gradë, ai do këtë normal ajo, apo kupton? Çto është e la? unë po e marr vetë një shembull. Në kohën e pandemisë, na ka rënë gjatë verës me e lujt kampionatin. Edhe na si më mësua asnjëherë në temperaturat 40 me e lujt lojt. Me të vërtet ka qenë shumë e vështirë. Po ta them shumë sinqerisht, e dim na në Kosovë çfarë kushtet i kemi, palestrat tona, po ka qenë temperatura tepër. Çaq abnormale, çaq lodhje ka qenë saqë nuk mundet me e përshkru, se na gjithmonë dimrit edhe zakonisht në maj kemi përfundu, temperaturat kanë qenë. E tash po muj me e marrë me mend çfarë lodhje mujnë me pas ata në temperatura që janë halo. Kanë edhe mjek. Na thamë që dejdrimi është problemi i madh, te sportisti është dejdrimi problemi i madh. Nëse dejdror gjatë një ndeshje të vjen disa kohë më kthjellti, më kthy në gjendje normale. Shumë e vërtet, pajtohem. Jeni duke dëgjuar valët të Radio Kosovës dhe emisionin special kushtuar kampionatit botror, ju që po na ndiqni edhe në faqen tonë zyrtare të Radio Kosovës në Facebook, mund ta shikoni këtë emision me 2 panelistë të tjerë. Kam nderin edhe një herë të prezantoj edhe ata dëgjues që më vonë janë inkuadruar drejt për drejt në valët të Radio Kosovës, Shqipe Kqiku, që ka qenë ish volejboliste, tashmë ushtron edhe funksionin e saj si profesoresh në shkollë në kryeqytet në Stefan Gjeqovi, nëse nuk ka baj, luzim shalja koleg që tashmë nuk e di pse ka mbet ajo fjala që pensionohet, sepse gazetari sportiv asnjëherë nuk ka pension, do të thotë është një prej profesioneve të rralla që për gazetarin, për ushtarin nuk ka asnjëherë pension. Nuk ka mosh. Nuk ka mosh. Pak është në mosh, po jo i vjetër shumë. Unë mendoj që vetëm numra janë atë. Vetëm numra, vërtet. Vetëm numra. Numri 10 dhe krypuna.
Sonte kemi SBA Australi, nesër fillojnë ato ndeshjet e tjera, Gjermania do ta ketë një test më të vështirë me bregun e Fildisht, sepse bregu i Fildisht e kemi përcjell ndoshta edhe në atë fazën përgatitore në poshtë i Francën. Do thotë një kombëtare afrikane që është në ngritje sipër, së bashku me Senegalin dhe Marokun janë prej 3 ekipeve që ndoshta kanë dominuar në futbollin apo në kontinentin afrikan. Shqipe eventualisht a ka ndonjë befasi ose cila do të ishte ajo befasia sipas juve në këtë botror? Përveç atyre që i përmendëm deri tash. Të lojë që luan sot po flas SBA dhe Australi, se di, ndoshta është mendimi jam, ndoshta jam edhe i gabushëm, po nuk besoj që do të ketë, ndoshta janë sikur Po gabon, po nejse. Po mirë, tash mu edhe më gabu, po te Franca nuk ka bëj. Se e din edhe vetë ma herët e pranove që ka super lojtar, ka super ekip. Edhe ka pas një test më të vështirë. Edhe i ka pas testin më të vështirë e kaloi. Nuk po mbroj Nuk ka test në botnor. Nuk ka test në botnor. Se ndana me Gjermanin më me folojën e kalume ke i pa më shishëm. Nuk e kime të me fakt Gjermanin. Kështu që na e dim Gjerman, ata nuk dorëzohen deri në minutën e fundit. Po, tash besoj që ka me pas, edhe pse nuk muj me garantu ku gjo, po ka me pas ma të vështirë, nuk ka me pas si lojën e kalume që ke i pa më shishëm. Gjermania për mu nuk e përmendëm më herët edhe me Shqipen, është një nga kombëtarët që mundet me befasu, por megjithatë Gjermania nuk ka gjenerat për momentin me arrit më shumë. Ma i menë Gjermanata që ka pas më herët Gjermania ka qenë me të vërtet 2014 kur na mujtë në finale neve ka qenë të meri zotit, po nejse. Pahire i Mario Götze ka shumë. Vazhdime Pahire. Ja, s'është Pahirim të mujtë Gjermania. Po nejse, nuk është Pahiri, po flasim drejt. Shqipe. Mirë, po Gjermania me të mujtë nuk është befasi. Po, nuk është. Mirë po Gjermania, si Gjermani, une po besoj që nuk e ka gjeneratën pararitet mëdha. Jo. Nuk e ka. A do të thotë që nuk do të thotë se Shqipe Gjermania që ka thënë Linë Keri. Gjermanët janë vetëm i kom që lunë 100 minutave në 90. Do të thotë e japin maksimumi çdo lojë. Mirë po frigohem për tifozët e Gjermanisë, po e them që nuk e ka gjeneratën. A arrin, ndoshta arrin se futboll është ky. Nuk mundesh me parashikuar asgjë. Megjithatë nuk e kanë atë rolin e favoritit që ndoshta pak i jep një farë komoditetin në aspektin psikologjik. Psikologjisht, po. Ndihmon sepse favoriti është favorit. Kur je favorit është problem që Spanja, favorit, do t'jep 5-6 gola, 7 gola, po kepin e Gjelbert, 0-0 përfundoj. Nuk do me thonë favoriti gjithmonë që arrin atë pikpamjen e vetë. Nuk dihet hiç futbolli për atë është i paparashikueshëm. Nuk ka favorit aty. Mundet edhe Maleshgani Klinës me të mujtë. Ka qenë atë Maleshgani. Po bje fjala, do të thotë ka kombëtare që të befasojnë, mëre. Befasojnë se sot futbolli apo industri, nuk ka më kombëtare dot. Unë do t'i fushë të t'jap nën gola se 10. S'ka si kombëtare më. Jo. Atë flasim pak me Shqipen, po dalim pak nga botrori për mu kthy edhe një herë sepse do ta përmbyllim sigurisht edhe me botrorin. Shumë shpejt po shkojnë minutat, jam duke e përcjell edhe minutazhin që kemi të rezervuara për emisionin e sotëm. Shqipe jeni profesoresh, por duke marrë parasysh që ka pas voleybollit shumë, sidomos në edicionet e pas luftës, kur ka qenë ndoshta një prej sporteve që po ashtu edhe së bashku me basketbollin dhe sportet e tjera që ka qenë shumë interesant. A kemi të ardhme? Sa po punohet me 3, duke marrë parasysh që të kemi ndoshta edhe shqipe tjera në për klubet tona në konkurrencën e femrave? Ka ndryshim. Mundem me thonë që ka ndryshim. Nuk është se tash jemi mësuna i shohim vetëm veç keq. Nuk është, se ka ndryshime. Edhe e shoh që federata ka gjë ndryshime. Tash po marrim pjesë në CEV, po marrim pjesë në këto kompeticione ndryshme që më herët nuk i kemi pas ato mundësi. Po shoh që ka talenta, po jo sa na me qenë të kënaqur. Edhe pse kemi përmirësime sot, nëse nuk gabojnë orën 5 e kanë edhe lojën kombëtarja, cilës i dëshiroj shumë sukses, se prapë është sporti jam, ku tani jetën ja kam kushtuar atij sporti. Kështu që ka ndryshime, po prapë nuk duhet na me qenë të kënaqur. Shoh që ka shkollat voleybollit, po
prap nuk janë fëmijët nuk e kanë atë shpirtin e sportistit që kemi pas na në kohën tonë. Edhe pse nuk jam gjenerat shumë e vjetër, po e shoh nuk e kanë atë dëshirën edhe atë shpirtin luftarak. Më shumë e kanë mund të them ndoshta jo si humbje kohe, po ndoshta si rekreacion, po me shpresë që Lulja ka përcjell volejbollin, sidomos në ato vitet e mëvecimit, në vitet e sakrificës, vitet e 90-ta, dhe paka shumë mundesh me bo një dallim. Po me të vërtet, unë nga njerë bëj shaka, po është e vërtet, unë kam shiko ma shumë ndeshje cilësore gjatë mëvecimit se sa mas luftës. A beson? Sepse me të vërtet ka qenë një entuziazëm, një cilësi pa parashikueshme, knatësi me pa vajzat ose mashkët, veç mas vajzat, me pa duke luajtur. Ka qenë interesant. Sot është problemu në përpajtona me Shqipën, ka shkolla, po me gjithate unë e kisha pyet Shqipën më spari, rekrutimi i volejbolisteve, si po bëhet sot? Shqipe, ka lind dëshira për volejboll? Shqipe. Ndoshta është mirë për me shtru bisedën. Është e vërtet se dëshira im ka lind prej profesorit edukatës fizike. Ky dështa dal, po. Po, ka qenë dëshira aty. Po, një ndryshim të madh. Në atë kohë na e kemi pas pa pagesë me shku me marrë me sport. E tash është me pagesë. Unë pajtohem që tash nuk mundet kërkush t'ja kushtoj kohën i diçkafit pa kompenzim. Ama aty është problemi edhe shqmimi shumë i lartë për standardin e jetës tonë. Që aty unë besoj që qalon kërgjë shumë. Ose rekrutimi zakonisht është bënë për shkolla. Aty janë vrej talent. Janë vrej talent. Shqipe është për volejboll, unë jam për basketboll edhe është të rjek. Edhe është bo talenti. Sot me të vërtet të kushtet tona, po kërkohet mjetë e materiale që nuk i ka çdo familja të mundësi. Po kjo është talent i hatashëm. Nuk i ka të mundësi. Kjo po lind në çdo sport, jo vetëm në volejboll. Prandaj këtë drejtim duhet me pas kujdes, nëse je talent, mundsoja pak në një kushtet pak më të favorshme për atë talentin. Se e sheh çdo trener, e sheh që është talent. E sheh talent. Maradona, që është bë talent? Në rrugë. Në rrugë. Maradona bë trener në rrugë edhe ka thonë shoku i vet, ndoshta po i pesgjati pak. E kam një djalë që po bën kërdin në rrugë. Thotë, "Lejmë çfarë rrugë e treneri i Boca Juniors", thotë, "se çfarë në rrugë i kompletën e." Po thotë, "Veç provoja njëre." Kur ar Maradona i ka thënë, "Merre topin ding topin tenalt", ka thonë, "Unë s'pas na çka më mësu këtë më." Talent i jashtëzakonshëm. Çito po themi edhe në volejboll në sporte tjera, kur është talent, mund se do kushte pak më të volishme. Mësa merë ato paret kej, sepse ajo të ke punit i shkon favor dhe trenerit, edhe të klubit, edhe shkollës volejbollit, që to është problemi. Volejbollit, futbollit, krejt. Unë në shkollën ku punoj është shkollë mesme. Do të thonë edhe është shkollë ku ma shumë pjesa rurale vinë sepse është shkollë e zanateve. Edhe besoj që për momentin zanati është ku mundesh me ecë përpara. Edhe shoh shumë fëmijë që e dojnë sportin, sidomos futbollin. Edhe shumë shpesh i orientoj, ka pas raste që i kom orientu, i kom thonë shka shkollë, shkati, profesoresh çmimi shumë i lartë është, kështu që unë nuk muj me e dalë. Edhe besom që ka pas shumë talenta, po veç shkaku i kushteve. Kështu që kisha desht edhe kisha uru shumë që shteti, qoftë komuna, qoftë ministria, me hap dikon shkolla që, okej, me i pagu trenerat, nuk pëthon, po me i pagu shteti, e fmit me e pas pa pages. Besom që kishëm pas shumë talenta. Preka dhe temën, sepse jo vetëm e Shqipën, po gjithë ata të cilët vinë nga profesionet e tjera, për dallim nga futbolli, diskutojmë pak edhe për sidomos për volejbollin, por është një gjë e mirë Shqipe që tashmë me teknologjinë e re, po e shohim që po i kushtohet shumë marketingut në këtë kampionat botror, sepse pushimi është më i gjatë. Për shembull ka më shumë minuta shtesë, ose ai pushimi për shembull për dejdrim, që po bëhet për shembull 2 deri në 3 minuta, i mundson të shikojmë më shumë se si përgatiten shtetet e mëdha, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A është një model i mirë Shqipe? Jo vetëm për reklamat, për televizionet, për shtetin, për marketingun botror, por është një model i mirë edhe për mjekët sportiv, për futbollistët, që të shohin dhe dinë më shumë se si mund të përgatiten sportistët, këtë rast futbollistët, edhe në kushtet e tilla që i përmendëm herët. Mirë,
edhe pse kem provu tash në këto kushte ndryshme, se është mirë me e provu diçka që s'jemi mësu me e pa. Po, mu besoj që ma shumë është ka puna e marketing, lekut absolutisht. është në rend parë, e besoj që ajo Edhe këtu po është pajtona shumë primare, për atë arsye me Shqipën, që në plan të dytë e kanë lënë sportin, sportistin, rend parë është Por megjithatë investojnë shumë në futboll. Investojnë shumë në është stadiume. investim shumë i madh, pajtohem plotësisht, Është po investim në klube. Do të po na sportisti shiko nuk aspektin është, njerëzor. po sportisti nuk është robot. Normal. Kështu që edhe duhet me mendu edhe ka ona njerëzore, sepse është vështirë një sportist me i përballu. Po na i përcjellën për ndërprer Shqipëri, i përcjellën ndeshjet e para, po kemi pa ndeshje tjera që kanë më lënduar shumë lehtar. Pse shkon Kanë tash pas edhe temperatura, mendime, shkon temperatura organizmi, rritet, po. Shqipja din më mirë për Po. sportist. O ka me pas të Pajtohem. lashtë. Po Gianni Infantino nuk e ka të lehtë sepse u thon 2 herë në ditë me aeroplan privat. Po, i s'ka përcjell shumë. fare, ajo do të më dhon fare. Edmond, mos bëj go. Do të thotë ata FIFA formu me të vërtet aspektin njerëzor nuk e ka shikuar Jo, fare. as Hiç në këtë aspekt. Amerikanët janë të njoftën për reklama. Ata në ndeshje NBA shkon 5 orë, Edmond. Për reklama. Do të thotë e Po kanë. e presim ndoshta fundin të shikojmë se si do të përmbyllet. Por besë unë frikome që kam pas shumë aspekti njerëzor kam pas probleme. Çdo kombëtare, jo vetëm në aspektin kështu. Është fillimi. Është Alo tek nuk ka, ndeshja e po parë. tek ndeshja e parë është shujt. Do të thotë, Kështu që- kur shkojnë gjithë ato ndeshje që kanë me zhvillu këtu kombëtarët e forta që shkojnë 1/8, 1/16, kanë me pas të lashët. Ma Por besa. megjithatë Se ka kanë më me i shumë pas edhe ditë, lojtë, sa- se tash po. fillimet i kanë pas lojtë ma atleta. Kështu që tash shkojnë Ka edhe më bojë ma të Aspekti vështira. njerëzor, largimi nga familja me mujtë të tëra është problem, është aspekti njerëzor. Për shembull te Messi e ka problem me babën e vet, është i smutë. Para mendoj tash me vdek çka ndodh, është problema psiqik. Edhe te njerëzit, largimi nga familja në muaj e kusur është problem. Edhe më aspekte tjera, lodhja e Pa pagjumësia, sigurisht e ka bashortën. pikem edhe në kampe të gjarpi po ka në Amerikë. E ke lexu. Edhe to të lashët atë, gjarmëria afër të lën pa gjumë, ku ke pati, po megjithatë këto aspekte po folën për këtë faktorë që ndikojnë në një kombëtare. Kush është më e fortë ka më shkon finale ka më marr. Besoj që to e kam. Tash është Argentina, Franca, nuk e di. Po megjithatë, kush do të jetë më e fortë në këtë aspekte ka më shkon finale ka më marr. Ta dini. Ka më ndiku dhe në lodhja, ka më ndiku lëndimet, ka më ndiku vazhdimisht tash. Argentina në fakt e ka ndeshjen me Austrinë. Kundërshtarin që do ta ketë Kosova në muajin shtator. Po. Ndeshjen e dytë. Austria. Se bën e sop. Jo, më vërtet jo. A beson që çdo ekip unë e bëj llogari, e bëj që edhe Algjerinë e kam bë llogari. Bile kur e dha Algjeria golin e parë, që e dha nga offside, thash do me përsërit rastin me Arabinë Saudite ndeshjen e parë Argentinës. Pa jo kthjelli atëherë Argentinën. Po megjithatë unë e tham asnjë kundërshtar nuk e nën vlerësoj. Edhe Austria nuk është për në vlerësim. Kosova ka më pas problem me Austri. Ta dini. Po me nivel të Argentinës s'mundesh me thonë, s'mundesh me thonë Austria. Megjithatë ato janë kombëtare që tash aspekti ja thash, në një luhet ajo ndeshje. Kush do ta përballon më mirë klimën, edhe ka pozitivitet në drejtë. Argentina ka një përparësi në këtë drejtim sepse Austria i kanë Alpet, kështu që nëse Alpet i kanë austriak. Me ka Messin. Po, Messi është atë. Është Messi. Nuk e di. një parashikim jo nga zemra, por nga ajo se çfarë ke parë kanë në finale nëse jo Argentina. Argentinë, Francën e shoh finale. Po nëse jo Argentina. Besoj që Argentinë, Francë e shoh. Mirë, po nuk e di atë skemën, tash nuk e kam shikuar si është skema e ndarjes mbas ndeshje fazës grupore. Ndodh që në çerek finale takon Franca me Argentinë, se nuk e kam shikuar me të vërtetë. Argentina mund të taku me Anglinë në çerek finale. E mund Anglinë. Ja ka dhënë Maradona atëherë gollën me dorë dhe e mund. Unë nuk mendoj. Mirë po. Janë ekipe favorite, më fal që po ta ndërprej. Është Anglia, është tamna Argentina, është Franca, kështu që Këtë në rregull, pa Anglia e ka të smujën e detit. okay. Kur mi çerek finale nuk shkon. Do shta Pe ka më 66-ës. do shta ka më të lehtë.
E ka, Sepse nuk është Italia. jo, me emra Anglia me të vërtet është shumë e fort, por nuk po arrin me te kalu qatë bariera, po kupton psiqike. A barierë psiqike është ajo. Unë ndoshta e kalon, se na të gjithë kemi qef me Anglia me shkuar në finale, sepse na kanë ndihmu. Unë për final kisha pas dëshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës më shku. Është alati kryesori yni, në atë aspektin patriotik po A flas. bën me Zvicrën me shku. Bon më pse jo me Zvicrën. Zvicra nuk ka bin Zvicra. Nuk Jo. më ka bin. Dhe me se fitojmë ram 4-1, po Zvicra nuk më ka bin. Nuk i ka ata lojtarë, Shaqirin, ata tjerë nuk i ka. Edhe Zvicra e vjetër. E vjetër. Dhe më thonë, nuk e di. Po me gjithatë une, nëse nuk takon kështu para finales, unë shpresoj që do të përsëritet 2022 Francë. E kemi sigurisht do ta përgatitim një emision special para natës finale të 19 korrikut. Nëse Argentinë, Francë, Francë. qysh tash bëj ofertë edhe Faleminderit natërisht shumë. ftesë që t'jesh në atë emision. Po. Panelin me siguri e kitë të Francës që do t'a veshësh, nëse shkon me Argentinën. Po edhe nëse nuk shkon, megjithatë je Jo, ftuar për me finale. qef vi, se Po. Unë e kam parasit Vanelen me yllën e 4 të regova. Ta shavjen as vjen ta qyre. Shive, Të shkojmë. faleminderit shumë që ishe pjesë e këtij emisioni dhe këtij paneli. Po besoj që shpejt shkuan minutat edhe u kënaqëm edhe me muhabet, edhe me këtë debatin Francë-Argentinë edhe natyrisht edhe atë kontributin tuaj të çmuar për këtë realizim të emisionit. Botërori është i gjatë, janë 104 ndeshje, ne do të jemi me emision special çdo ditë. Përsëri me siguri do të jemi bashkë, do të juftojmë në emision, edhe po besoj që ta kemi Francën, ndoshta edhe dëshirën tënde që ta arrije deri në fund. faleminderit shumë edhe njerë për ftesën. Ju uroj shumë sukses, sepse me të vërtetë është një muaj i gjatë, ndeshje shumë, një kohë të papërshtatshme që gjithmonë ju duhet jeni në rjedha të secilës lojë, po jo besoj, sepse edhe temperaturat edhe këtu dhe ne janë të larta, është e vështirë, po shumë suksese dhe uroj shumë që kësaj here Franca të jetë. Lëll? Çka me thonë, Franca, unë Argentina, dhe tash të shikojmë kush shkon tutje. Po ka me pas befasi tjera. Beso që ndodh edhe Franca dhe Argentina mujnë me ra. Edhe unë besoj se jemi shumë Po, herët, shumë herët jemi, po. me I përmendem faktor që dëshira jonë është, Pa, po vërtet. është shumë herët për E me vërtet tonë është shumë herë komisionet dhe për kanë me ndiku fundar. këtë ta faktor që i përmendëm, kanë me ndiku cila kombëtare mundet psiqikisht, fizikisht me qëndru gjatë gjithë kampionatit, ajo do të triumfojnë në fund. Unë ashtu besoj, mund me pas befasi, kisha dëshiru edhe Anglia me marrë, ma në fund, sepse Ka kanë koqe. ndihmu, ka koqe se ka marrë, shtëpia futbollit, aty ka lind futbolli, po nuk e di, për momentin veç gjira e parë ka kalu, ka me pas shumë befasi tjera. Luli, faleminderit shumë, ishte në shtëpinë tënde, faleminderit Luzim Shala, faleminderit Shqipe Ksiku, të respektuar dëgjues dhe ju që na shikuat drejt për drejt në faqen tonë zyrtare në Facebook. Ju falenderoj për momentin në emër të ekipit realizues edhe në emër të timin personal sigurisht. Faleminderit shumë sepse vazhdimisht edhe kemi që na shkruajnë dhe na inkurajojnë për punën që po bëjmë. Një gazetar i sportit është muaj i tyre, por sigurisht që po mundohemi që të kemi program sa më cilësor, mysafir të zgjedhur, mysafir të cilët sikurse edhe këta që i kishim sot, që din të debatojnë, din të diskutojnë, dhe natyrisht edhe me humor, me satirizëm, edhe me këto që natyrisht deri në fund të këtij kampionati botror me 19 korrik kur do ta përmbyllim me atë finalen e madhe. Edhe një herë faleminderit Vlera Sport për këto rekuizita që na ka sjellë këtu në studion e improvizuar enkas për kampionatin botror. Në emër të ekipit realizues, faleminderit për momentje, sigurisht që do të takohemi nesër me panelistë të tjerë. World Cup na RTK Radio.